Mirë jemi rikthyer në studio, në fakt është e premte dhe në këtë të premte flasim për aventurën. Një prej sporteve më të mira të aventurës që mund të bëjmë në Shqipëri gjatë kësaj periudhe është pikërisht rafting. Vetëm pak ditë më parë është zhvilluar edhe kampionati i rafting nëpërmjet Mesadiun, por për më shumë detaje na sqaron dhe na sjell më pranë Alma Spathara, e cila është pjesë e Federatës Shqiptare të Rafting. Unë të përshëndes, Alma. Përshëndetje, ditë mbar. Një ditë mbar gjithashtu edhe për ju, edhe ta nisim pak me kampionatin. Çfarë ka ndodhur, çfarë mund të tregojmë, cili ishte qëllimi dhe cilat janë skuadrat fituese? Federata Shqiptare e Rafting është një punë e vazhdueshme 25 viteve tashmë dhe rafting është një nga sportet më atraktive, më të dashura edhe për turistët vendas, po dhe për ata të huaj. Ne çdo vit bëjmë trajnimet për aplikantët për guida të reja të rafting. Dhe pas trajnimeve zhvillojmë dhe kampionatin kombëtar të rafting. Me zhvillimin e madh që ka marrë turizmi këto vitet e fundit, këtë vit ishte surprizë pjesëmarrja e madhe e aplikantëve për guida rafting, dhe kjo tregon që tashmë të rinjt shqiptar e shikojnë turizmin dhe turizmin e aventurës si profesion. Pra e kanë marrë seriozisht investimin në turizëm. Pasi përmbyllëm trajnimet për guidat e reja, Federata Shqiptare zhvilloi kampionatin kombëtar 2025 për të 8-ën herë radhasi. Ishim në Vjos dhe është hera e dytë që zhvillojmë kampionatin kombëtar në lumin e Vjosës, pasi të gjitha trajnimet ne i bëjnë në Vjos, sepse Vjosa është lum perfekt nga ana teknike për të zhvilluar të gjitha disiplinat e kursit. Tani, ta shpjegojmë pak, Alma, do doja ta shpjegonim pak. Pse është Vjosa kaq perfekt për të realizuar të gjitha disiplinat e rafting? Pra, çfarë e bën kaq të përshtatshëm? Sepse ka një lugin të gjerë, e cila nuk të pengon, ndryshe nga kanionet e Osumit që janë të larta dhe ti nuk mund të manovrosh. Niveli i lumit të Vjosës është perfekt për të bërë të gjitha disiplinat dhe praktikat e djemve. Gjithashtu rëmbezat që krijon lumi janë fantastike që ata të praktikohen për të gjitha situatat që mund të ndodhin gjatë rremimit nëpër lumenj. Pra ekspertët e federatës tonë, por edhe ekspertët ndihmës që ne marrim nga Federata Botërore e Rafting dhe nga federata të tjera europiane, thonë që lumi i Vjosës është perfekt për të kryer kurse dhe sigurisht edhe për të bërë kampionat kombëtar. Cilat janë disa prej zonave ku mund të bëhet rafting? Të bëjmë kështu pyetje të thjeshta dhe praktike për çdo që ka interes. Gjithmonë duhet pasur parasysh me një guid apo jo dhe me ekspert të fushës në mënyrë që të jemi të sigurt gjatë kësaj aventure. Janë pikërisht edhe skuadrat që u përfaqësuan në kampionat. Ishte skuadra Vjosa mori pjesë me 2 skuadra, Lumi i Osumit me 1 skuadër, Shkumbini me skuadrën e vet, Drini i Zi në Peshkopi, në Dibër me skuadrën e vet, Bistrica në Sarand, kishte skuadrën, dhe Drinosi në Gjirokastër. Gjithashtu edhe Bëndësha pati një skuadër. Pra ishin rreth 8 skuadra që garuan për kupën e vitit 2025. Këtu janë edhe lumenj ku zhvillohet rafting, megjithatë ka disa lumenj që ju mund të bëni rafting deri në fund të qershorit, siç është lumi i Osum në kanionet e Osumit, ku ne zhvillojmë rafting nga këtë vit që ishte ngrohtë nga janari deri në fund të qershorit. Pas qershorit niveli i ujit bie dhe ne zhvillojmë sportet të tjera të aventurës atje, si eksplorim kanioni, river hiking, kurse Vjosa ka këtë të mirë, që Vjosa Vjosës nuk i bie asnjëherë lumi, pra ne zhvillojmë rafting gjatë gjithë vitit në lumin Vjosa. Kjo është gjë e mirë dhe Bistrica po ashtu e ka sezonin gjithë vjetor së bashku me Drinin e Zi. Kurse kanionet e Osumit, Shkumbini, Drinosi, Bëndësha, nuk mund të bëhet rafting gjithë vitit. Këto janë specifika të këtyre lumenjve. Cilat janë disa prej rreziqeve që mund të hasim në një sport aventure sikur se është rafting?
për të qenë të sigurt gjatë sportit rafting, një herë në radhë të parë duhet të shoqërohesh nga një guid e trajnuar me eksperiencë. Gjëja e dytë kryesore është duhet të kesh pajisjet specifike për rafting, që është kostumi neopren, xhupi termik, jeleku i shpëtimit, skafandrat, këpucët e parashqitshme dhe sigurisht pajisjet e tjera kryesore dhe guida. Pra nëse ti je i shoqëruar me një guid profesionale i cili të ofron të gjitha pajisjet sipas standardeve të Bashkimit Evropian, je 100% i sigurt gjatë rafting. Tani si shqiptar që jemi, unë nuk mund të rri pa të pyetur, Alma, sa mund kushtoj një eksperiencë e tillë, se po na përmend disa gjëra që duhet i kemi parasysh teksa bëjmë rafting. Pra, do doja ti përmblidhja në një të vetme dhe pyetjen që të bëra paraprakisht, pra cilat mund të jenë disa prej rreziqeve kryesore dhe sa mund të kushtoj një eksperiencë e tillë për këdo që do ta provoj. Varion nga 20 euro ose 4.000 lek deri në 50 euro ose 5.000 lek, varion në rafting nga një lumë në një lumë tjetër. Për vjosa është pak më e lirë, ose umi është teknikisht më i vështirë për të bërë, nga ana teknike, nga ana e guidave flas, se për turistët është pothuajse e njëjta gjë. Po ky është çmimi dhe mendoj që në krahasim me vendet e tjera europiane, turistët e huaja janë shumë të kënaqur me këto çmime, se u duken shumë të ulta. Pasi në Europë një udhëtim rafting varion nga 80 euro deri në 120 euro udhëtimi i rafting. Dhe është shumë e rëndësishme që ne në këtë stad që ka arritur turizmi shqiptar dhe me këtë fluks në rritje të turistëve, ne duhet të kemi guida të përgatitura nga ana teknike dhe nga shumë anë të tjera, sepse një turist që vjen për të bërë rafting nuk vjen thjesht të remoj, pra të bëj sport, por ai vjen edhe për të shkëmbyer kulturë me vendin ku ai gjendet. Kështu që një guide rafting duhet të di edhe të japë informacion rreth faunës, rreth bimësisë, rreth specifikave të lumenjve, traditave të banorëve që jetojnë rreth luginave të lumenjve ku ata zhvillojnë rafting. Pra, ne jemi duke përgatitur guida të cilat të shërbejnë në mënyrë dinjitoze klientëve tanë dhe turistëve tanë të gjithë Shqipërinë, jo vetëm të kemi një turizëm të sigurt me standarde, por edhe një turizëm fantastik. Ne kemi parë deri tani që numri i turistëve në Shqipëri është i lartë. Ti e përmende, e the që duhet të kemi guidja që jo vetëm na shoqërojnë gjatë kësaj aventure, por edhe na japin informacione lidhur me bimësinë, lidhur me të veçantat e asaj zone, po nga ana tjetër do të ndalesha pak tek banorët lokal. Si mund të ndikojë pikërisht një sport si rafting apo sportet të tjera të aventurës në zhvillimin e zonave përreth dhe a keni parë deri tani të ketë pasur një impakt? Po patjetër, sigurisht, dikur për shembull në Përmet nuk ishte turist, tani vetëm për faktin e rafting në lumin e Vjosës, kajaking, sepse ta përmendim, sportet ujore janë të shumta, nuk është vetëm rafting. Ne bëjmë trajnime për guida rafting dhe kajak, pra bëhet rafting, kajak. Tek rafting janë disa gomone pak më të vogla, individuale, stand-up paddle, hydrospeed. Në Vjosë ne kemi zhvilluar dhe turet me bicikleta, me bicikleta normale apo dhe me bicikleta elektrike. Janë kurset e gatimit, janë kurset e likove, ka shumë ture hiking në ujvarën e Sopotit, janë banjo termale të bënjës, të cilat janë shumë atraktive për turistët. Gjithë fshatrat e vjetër, jo vetëm të Përmetit, flas edhe në zonat e lumenjve të tjerë, pra sepse çdo lumë dhe çdo qark apo qytet apo fshat ku kalon lumi, sigurisht që ka specifikat dhe të veçantat e tij. Pra, për shkak të këtyre aktiviteteve, në gjithë luginën e Vjosës, në të gjitha fshatrat dhe qytetet që gjenden anës saj, Përmet, Tepelen, Këlqyr, të gjitha zonat mbushen me turistë. Dhe këta turistë diku do flen, apo jo? Do flen
do konsumojnë drek, darkë, mëngjes, do mbushin makinat me karburant, do blejnë gjëra të tjera, suvenire, kështu që është shumë e rëndësishme sporti i aventurës, turizmi natyror, dhe unë kam përshtypjen që Shqipëria është perfekt për turizmin e natyrës. Kam 25 vite që merrem me turizëm dhe i pyes gjithmonë turistët që çfarë i pëlqeu në Shqipëri. Dhe krahasuar me eksperiencën e tyre në Bregdet, ata janë më tepër të kënaqur me eksperiencat e tyre të ecjeve apo të rafting, qoftë në veriun e Shqipërisë, pra gjithmonë ma përmendin që gjëja më e bukur është hiking në veri, apo rafting në kaninat e Osumit, apo ecje në malin e shenjtë të Tomorit, takimi me banorët. Pra, dua t'ju them që janë shumë të rëndësishme aktivitetet në natyrë që ne ofrojmë dhe duhet të rrisim ofertën tonë dhe aktivitetet që ne bëjmë, sepse turistët janë të etur për të qenë në natyrë, janë të etur për të qenë zonave të thella, autentike, që nuk i ka në vendet e tyre. Kam përshtypjen që ata në vendet e tyre kanë plazhe shumë herë më të bukura se ne, edhe male më të bukura dhe lumenj, por ata vinë për të parë veçantinë e turizmit tonë. I pëlqen shumë fakti që të gjitha atraksionet tona natyrore, lumenjt, fshatrat, malet, nuk kanë mbi popullim të turistëve, dhe kjo i pëlqen jashtëmate, një nga gjërat, dhe një nga gjërat kryesore është edhe kulinaria. Ata janë të surprizuar, sepse ndoshta pritshmëria e tyre nuk është aq e lartë për ushqimin, dhe ma thonë në fund të udhëtimit që një nga gjërat që na pëlqeu më shumë ka qenë edhe ushqimi shumë i mirë, i diversifikuar, pra një shumëllojshmëri erëzash, gatimesh në Shqipëri, e cila plotëson të gjitha edhe kërkesat edhe për vegetarian, edhe për njerëzit që preferojnë mishin apo peshkun. Them që jemi në një rrugë shumë të mbarë, ne na duhet vetëm t'i mbrojmë të gjitha burimet tona natyrore, nga mbeturinat sidomos, pra turistët ankohen më së shumti për mbeturinat. Dhe në fakt do doja që pse jo të përfitonin bërim një thirrje për t'u treguar sa më të kujdesshëm me natyrën, ajo nuk na kërkon asgjë në këmbim vetë se të kujdesemi për të. Dhe po ashtu ta mbyllim këtë intervistë me këtë shije të mirë në fakt nga turistët e huaj që vizitojnë Shqipërinë, dhe le të shpresojmë që ky do të jetë një sezon akoma edhe më i mbushur plot e përplot me turistë që duan ta promovojnë dhe ta vizitojnë dhe të shohin çdo gjë që Shqipëria jonë e vogël por e bukur ofron. Alma, të falenderoj.